Mirëmëngjesi dhe mirësedini në bota e horoskopit. Të hapim letrat tarot, çfarë na shkruajnë për këtë të hënë. Këtë datë 29 qershor 2026. Dashi, letra juaj dash për këtë të hënë. 4 shkopinjt e përmbysur. Kjo letër tregon se mesazhi i saj është shumë i qartë. Ka pasur përqendrime që po të largojnë nga rruga jote. Këtë thot letra për ju. Kjo mund të lidhet me njerëz, situata ose detaje të vogla që po të marrin energjinë dhe fokusin. Kjo letër të kujton që stabiliteti dhe suksesi yt vijnë vetëm kur i rikthen vëmendjen vetes dhe qëllimeve të tua. Të hënë është momenti për të bërë një reset të brendshëm, jo për të luftuar më shumë, por për të qetësuar zhurmën rreth teje dhe për të fokusuar sërish në atë që ka vërtet të rëndësi. Dhe mesazhi kryesor: largohu nga shpërqendrimet, rikthe fokusin te vetja, mos lejo të tjerët të devijojnë nga rruga jote, ke forcë të janë zakonshme kur je i përqendruar. Dash, kur dashi vendos diçka në mendje, pak gjëra mund ta ndalojnë dhe kjo energji po kërkon të rikthehet këtë të hënë. Demi, letra juaj dem për këtë të hënë. 5 pentakulat të përmbysura. Për Demin, letra flet se mesazhi i saj lidhet me mënyrën se si e sheh veten dhe jetën tënde. Dem, kjo letër tregon një mentalitet mungese. Ndjen si ku diçka nuk mjafton ose si kur je më pak se të tjerët. Këtë të hënë fokusi është të largosh këto mendime, sepse shpesh ato futen në mënyra të vogla dhe të fshehta, por ndikojnë shumë në energjinë tënde. E hëna të jep mundësinë të rikthehesh te versioni yt më i fortë dhe më i qëndrueshëm, jo duke ignoruar realitetin, por duke mos lejuar mendimet negative të drejtojnë mendimet e tua. Mesazhi për ty: lësho mendimet e mungesës, mos u krahaso me të tjerët, kujto forcën tënde të brendshme, rikthe besimin tek vetja. Kjo e hënë është një ditë për të dalë nga dyshimi dhe për të rikthyer te versioni yt më i sigurt dhe më i qartë. Binjakët, letra juaj e tarotit binjak për këtë të hënë është 3 shpatat e përmbysur dhe ajo sjell një mesazh shumë të qartë shërimi emocional. Letra 3 shpatat e përmbysur tregon se ke kaluar një periudhë dhimbjeje, zgënjimi ose ndoshta edhe tradhtie emocionale, por tani energjia po ndryshon. Kjo e hënë është dita kur fillon të lësh pas të shkuarën dhe të mos kthehesh më tek ato ndjenjat që të kanë rënduar. Është një moment i qetë, por i fuqishëm. Jo për të harruar me njëherë diçka, por për të vendosur që nuk do jetosh më me atë dhimbje. Mesazhi kryesor për ju: shërim emocional është në proces. E kaluara nuk të kontrollon më. Je gati të hapësh një faqe të re. Fokus tek e ardhmja, jo te plagët. Sot është një ditë ku forca jote nuk është në luftë, por në lirimin e dhimbjes dhe zgjedhjen e paqes. Gaforia, letra juaj gafore për këtë të hënë 29 qershor. Faqja e shpatave e përmbysur dhe ajo sjell energji të qartë të keq kuptimeve dhe komunikimit të paqartë. Këtë të hënë mund të ndjesh sikur dikush nuk po të kupton siç duhet, ose sikur një bisedë nuk po shkon në drejtimin e duhur. Kjo letër tregon se jo çdo gjë duhet të shpjegohet deri në fund. Ndonjëherë mesazhet nuk janë menduar të kapen plotësisht. Mund të ketë edhe një situatë ku nuk gjeni gjuhën e përbashkët me dikë, edhe në vend që ta zgjidhni me forcë, energjia ditës të çon drejt pranimit të dallimeve. Mesazhi kryesor për ju: kujdes me keq kuptimet, jo çdo debat ka nevojë për fitues. Pranoj që disa mendime janë thjesht ndryshe. Paqja nuk vjen nga mosluftimi i çdo gjëje. Kjo e hënë nuk është për të bindur të tjerët, por për të ruajtur qetësinë tënde, edhe kur nuk jeni në të njëjtën faqe. Luani, letra juaj e luan e tarotit për këtë të hënë është 5 shpatat. Dhe ajo sjell një energji sfidash dhe përplasjes në komunikim ose në marrëdhënie. Sot mund të ndiheni i vendosur për të mbrojtur veten, edhe në situata ku nuk është e lehtë. Kjo letër flet për momentet kur duhet të vendosësh kufi dhe të tregosh qartë se si dëshiron të trajtohesh. Pra, ajo sjell edhe në një kujtesë të rëndësishme. Jo çdo fitore vlen nëse të lë me tensionin ose distancën nga të tjerët. Fuqia jote e vërtet nuk është vetëm të fitosh, por të zgjedhësh kur ja vlen të luftosh dhe kur ja vlen të largohesh. Mesazhi kryesor: vendos kufi të qartë, mos prano mungesë respekti. Zgjidh betejat në mençuri, largohu nëse është diçka që nuk të shërben. Sot je i fortë, por forca jote më e madhe është të dish se ku të qëndrosh dhe kur të ecësh përpara më vonë. Virgjëresha, letra juaj e tarotit virgjëresh për këtë të hënë është prifëresha e lartë.
një simbol i fortë i intuitës, qetësisë së brendshme dhe njohjes së thellë shpirtërore. Këtë të hënë mesazhi është i thjeshtë, por shumë i rëndësishëm. Dëgjoj ndjesitë tua të para. Ato shtysat e vogla që ndjen brenda vetes nuk janë rastësi, janë udhëzime që vijnë nga intuita jote. Si ligjeresh, shpesh kërkon siguri dhe prova për diçka, por kjo letër të kujton se jo çdo gjë duhet analizuar deri në fund. Disa përgjigje tashmë i ke brenda vetes, mjafton tu besosh. Dhe mesazhi për ju, ligjeresh, besoj intuitën tënde, mos e tepro me analizat, jepi vetes më shumë besim, disa përgjigje e di tashmë. Sot është ditë për qetësi të brendshme dhe për të lejuar veten të udhëheqësh nga ajo që ndjen, e jo vetëm nga ajo që mendon. Peshorja, letra juaj e tarotit peshore për këtë të hënë, 29 qershor, është 9 petankullat e përmbysur. Për peshoren del letra 9 petankullat e përmbysur dhe ajo sjell një mesazh të qartë për ekuilibrin mes dëshirave dhe financave. Sot mund të ndjesh tundimin për të shpenzuar më shumë se zakonisht, ndoshta për gjëra që e bëjnë jetën tënde më të bukur ose më të këndshme, por kjo letër të kujton se jo çdo blerje dhe nëse duket e arsyeshme ose me ofertë të mirë, është domosdoshmëri. Është një ditë për të ndalur pak dhe për të pyetur veten, a më duhet vërtet kjo? Apo thjesht një dëshirë momenti? Mesazhi për ju. Kujdes me shpenzimet impulsive, mos e ngadro dëshirën me nevojën. Ruaj ekuilibrin financiar, vendos kufi të shëndetshëm për veten. Këtë të hënë forca jote është në vetë kontroll dhe zgjedhjet dhe mençura që të mbrojnë stabilitetin tënd afatgjatë. Akrepi, letra juaj akrep, për këtë të hënë letra e tarotit është mbreti i pentakulave, i përmbysur. Dhe kjo letër lidhet me kontrollin, kufit dhe mënyrën se si menaxhon situatat ose marrëdhëniet. Këtë të hënë mund të ndjesh tension kur gjërat nuk shkojnë sipas planit tënd, ose kur dikush tjetër po përpiqet të marrë kontrollin në një situate. Kjo letër të kujton që kufit janë të rëndësishëm, por edhe mënyra se si i vendos është po aq e rëndësishme. Në vend të reagimit të menjëhershëm, kjo hënë është ditë e mirë të ndalesh pak e të pyesësh veten, pse po ndodh kjo ndjesi, çfarë po e nxit? Me mesazhin për ju. Shmang për plasjet për kontroll, vendos kufi pa tension të tepërt, reflekto para se të reagosh, ruaj qetësinë dhe balancën. Këtë të hënë forca jote është në vetë përmbajtje dhe në qartësinë e brendshme, jo në dominim të situatës. Shigjetari, letra juaj e tarotit shigjetar për këtë të hënë është 2 shpatat e përmbysur dhe ajo letër flet për bllokim mendor dhe mendime të shtyra. Këtë të hënë mund të kesh ndjerë si po je i ngrirë mes 2 zgjedhjeve, ose nuk po di cilën rrugë të marrësh, por kjo letër të tregon që kjo gjendje po fillon të zbutet. Mendja po del nga konfuzioni dhe po vjen qartësia. Një mesazh i ditës për ju është të mos humbasesh më kohë duke analizuar pafund. Në një moment vendimi duhet marrë, edhe nëse nuk është perfekt. Mesazhi kryesor për ju, lëso anktin e tepëruar, mos e shtyr më vendimin, qartësia vjen kur vepron. Beso që ju dalësh çfarëdo që zgjedh. Këtë të hënë energjia të shtyn drejt guximit, jo sepse i di të gjitha përgjigjet, por sepse je gati të ecësh përpara edhe pa to. Bricjapi, letra juaj për këtë të hënë bricjap, letra e tarotit për juve është kulla dhe ajo letër sjell energjinë e ndryshimeve të papritura dhe zgjimeve të forta. Këtë të hënë 29 qershor mund të ndjesh që diçka nuk shkon sipas planit ose një situatë të detyron të shohësh realitetin ashtu siç është. Edhe pse kjo energji mund të duket intensive, ajo në fakt ka një qëllim të rëndësishëm, të heq atë që nuk është më stabile në jetën tënde, në mënyrë që të ndërtosh diçka më të fortë. Kjo letër të kujton që ti je më i përgatitur se sa mendon, edhe kur nuk ka një plan perfekt, e ke aftësinë të përshtatësh dhe të ecësh përpara. Mesazhi për ju bricjap, pranon ndryshimet e papritura, mos i rezisto prishjes së vjetrës, forca jote është në përshtatje, mund të rindërtosh diçka më mirë. Kjo hënë është një ditë shkundjeje, po edhe një mundësi për të fituar kontrollin nga një nivel më i vërtet dhe më i fortë. Ujori, letra juaj e tarotit ujor për këtë të hënë është gjykimi, dhe kjo letër është përmbys. Letra gjykimi përmbys sjell një mesazh për kujdes, reflektim dhe shmangje të vendimeve të nxituara. Këtë të hënë mund të ndjesh dyshim për një zgjedhje që ke bërë ose fillon të pyesësh veten nëse ke vepruar drejt për një situatë të rëndësishme. Kjo letër të kujton që jo çdo gjykim i shpejt është i saktë dhe mendja mund të të çojë në përfundime të gabuara kur je nën presion. Është një ditë për të mos nxituar, në vend që të veprosh më njëherë, lejo kohë që situata të qartësohet vetë. Mesazhi kryesor për ju: mos merr vendime të nxituara,
shmang vetë kritikën e tepruar, mund të rishikosh një sjellje, jepi kohë që atësisë të vijë. Këtë të hënë forca jote është në durim, sa më pak të nxitohesh, aq më e qartë bëhet e vërteta. Peshqit, letra e tarotit për ju peshq për këtë të hënë është të dashuruarit e përmbysur, dhe ajo letër lidhet fort me marrëdhëniet dhe vendimet emocionale. Këtë të hënë mund të dalin në sipërfaqe pyetje për një lidhje ose për të ardhmen në një marrëdhënie të rëndësishme. Kjo letër tregon që edhe kur ka dashuri të thellë, mund të ketë edhe dyshime për sa e shëndetshme apo e plot është lidhja në këtë moment. Mund të ndjesh nevojën për reflektim në heshtje, pa qenë ende gati për një bisedë të hapur. Edhe kjo është në rregull. Jo të veprim emocional duhet marrë me një herë. Reflektim në marrëdhënie, mos u nxit për vendime të mëdha, lejo kohë për qartësi emocionale, mos u detyro veten të flasësh para se të jesh gati. Kjo e hënë është një ditë për të kuptuar ndjenjat e tua më thellë, jo për të zgjedhur të gjitha me një herë. Dhe ky ishte leximi i letrave tarot për të 12 shenjat e horoskopit për ditën e hënë, 29 qershor 2026. Ju uroj një javë të mbarë. Ju faleminderit që më ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.